Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Skandale. E po urime, një vjetore. I bëm një vjetore. Jo, unë mora Jul, mora 2 ëmbëlsira, si që më thejë ti merë 2 copë. Po, gjatë kohës që bëj merja, thyva të rinjt. Me gjishte dhe shi thyva të rinjt, se kjo maloja jo ndështë e të mershme. Odesio. Pse? Si ishin për ne? Për kë ishin? Mos ja fut kohë. Grije vetë. Alo? Po, 2 ëmbëlsira, po, do i marrë Juli, sa të marrë me misionin. Për ty dhe Dalinën. Jo, shkoj marron, se Juli ka punë, shkoj marron, pa merak. Pa merak, 2 ëmbëlsira më të mija do të vinë ty, pa merak. Okej. Episodion i funit të Juli. Sigur ta dija. Hajde mo, me këto që në mbetën. E pra, majme qik. Urime. Pse? Po ti nuk i mbush akoma një vit, qa do ti këtu? Qa do ti këtu? Kam një mesazh për ty, me që si ke mbush akoma një vit, kemi videon tënde të audicione. Vërte? Po. Lutem fshije, kushdo që është fshije, degeneroje. Që të bëjmë react tash i dhe shofim? Normalisht, pse veç ata do t'allim ne? Ec. Ata ishin qikët? Me telepi. Na doj qik? Unë që gjithë emisione me karamel. Po mënoja. Pse që nga i krypur. E të shëmi e qam ke ba. Unë të shty vetja, të shëmi ullë qamë doratëm ke ba. Nuk e prisja jull. Qunë të sartë mera, jam 21 vjetë dhe vi nga Laçi. Djali më të parë që portofolin? Jo. Disa nga hobit e mija përfshin këndimin. Where have you been? Aktrimin. Tref mija, bur, tref! E palestra. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer prezantimi im dhe ama nuk më. Ose më e tmerrshme. Ua sa shpif për, nëse jo që jam më i mirë tani, po. Po flokët e mia. Që jo, kam nis me ty, vazhdoj me ty me shpirti im. Prandaj supranove më fillim. Dhe pas kësaj sikle, ju ndoshta deri tani keni pyetur veten pse kjo rubrika quhet Flime ne. Pse? Kjo ndodhi se në fillim ne kishim konceptuar gjithë gjën si një sleepover, po jemi shumë të mirë për t'u veshur me pijama këtu në gjithë të na shqitin me pijama ashtë të merë, gjithë të bukurosha këtu, kështu që ju s'de keni kur shansin të flini me ne, more vesh, kur të e keni. Kështu që ne shansin juve ju kemi dhënë vetëm për t'na dhënë sfida. Kësa e radhe ne kemi marrë disa sfida nga ju, që ju kemi juve, kupta? Që ju kemi juve, kemi marrë disa sfida nga ju. Sfida e parë jull? Atëherë, sfida e parë. Rrini vetëm me shpulla për 1 minutë. Okej. Dëshira ime do ishte të trija aty me shpulla. Ja, se i bi vetë vetës, e shofim. Hajde të sjepi. Baroj. Odes ndalo, des ndalo, des. Sfida tjetër. Bëni fletën para njerëzve. Unë s'di ta bëj, por mund të bëj diçka të mesme që është të bie. Bëj urën. Okej, pse dush. Ç'o është? Ua, sa e lejtë qeka. Ha? Ha? Grabisni një bank, motrat si... Pa tjetër. Shumë specifiko, ke kështu fix dhe e bëjmë. Duhet lartë, lekët! Lekët si motrën! Lekët shpejt, dhe tjatër! Wow, sa motrat ka shpejt! Në këtë episod të La Villa Dramës, kryefjala ishte zënka e Xhasenit dhe Kleas dhe spicat ose ngasmime midis Gentit dhe Xhesit. Xhasi dhe Klea vazhdojnë nga njëri kat në tjetrin, përndjekin njëri tjetrin, deri në fund në adopsohen të dy. Kockë lëkuar. Do ma qiften, do dal për gjatë. O, Gjastën. A këtu flijet gjumë, burë?
E, ma keni bë vendin si hotel me qera, për të qohur. Sa është orë, më qetësohu më. Qa orë? As gjoj që më bu ti, më. Edhe flem morar pune, a ka mundësi o burë të nëzjosh i qik ta manë, qa është kja punë këshu? Unë do fletë si njëri, kë vitim vjem zjo mu, qa fut katë? Për ne fut, ja tha i në fillim Flori që do marrë qiften, do dalë për gjast. Gjahu ishte gjastin dhe ishte gati aty shtrirë në divanin e sportin. Po sa ofendua nga fakti që kështë fjet aty dhe plak tu je orë, sa është ora çan këto pa i zotit. Nuk më zgjojnë kështu mua në shpitime. As gjarpër nuk luku për fejsh gjuhë. O Gjas, E jeta? a do mlezëm unë në blok? Ja ke problem? Jo, më fare, hajde. Edhe unë se do vi me ty. Nga do shkone? Mos ja thuj! Mos ja thuj se s'është nevoja të japësh llogari. Tani, edhe i hip në makinë, edhe janë darë, i thot, a do më shosh dhe në blok, do vidho unë, thot, pastaj, mos ja thuj Justinit, se s'do t'i jap llogari, po të qovë, moj, po të qovë me makinë. Justin si ata taksistët kur i thonë të filmat, në shtëpi, më qonë në shtëpi. Dhe se po ku do shkosh mi, mos jep llogari, mos ja thuj ku do shkoj. Ti është e s'ka që na bëj një xhiro, se ku do arrim nuk i dihet, s'ka që Justin. Këtu tani po zihen, se Klea nuk iku si përfundimet ta, tani po i thot që je gënjeshtar. Po se i gënjeshtar, vetëm gënjen. Unë gënjeshtar, unë që të isha gënjeshtar, të isha aktor shumë i mirë. Dhe për këtë faktin, unë dore e fundit, i para fundit sondazh. Gjë do të thënë që nuk jam gënjeshtar. Pse do të jem gënjeshtar vetëm për ty? Bën shumë sens me të drejtën, kjo se Justin është aktor skandaloz, kështu që me vërtet nuk di të gënjej. A ju kujtohet aktrimi Justinit, ajo, sur po flinte gjumë që ishte... Kështu që mirë i tha. Ka shumë bezdis. Prania jote pa. Po që të kam bëmë, mëse se mërë vesh? Si nga par Klea, ja çfarë donte të bënte Klea në ato momente. Donte të pinte ujë, mos u trëmb se trëmbesh. Okej, jam gjatë. Po të kishe qikë shënjithë, edhe pse kapi qikë. Po Klea ma dhe pauzë aty. Prita me ne, Justin. Që të kam bëmë, më thuj. Që të kam babë, më thuj. Sur pa pi çaj. Edhe mban goj ujin. Të udhim tjera të gjitha. Këtu është telefoni im, ky është WhatsApp-i, Instagrami, siç e sheh. Absolutisht asgjë. Më trego telefonin tënd. Pse? Që nuk flet me askënd të për askënd. Për mu je vetëm ti dhe Andale. Klea këto, who the fuck is Andale? Kush është Andale, ke tjera? Kush është kjo Andale? Kush është? Nuk të besoj, Justin, zero, as dje, as tesër, as sot, as të gjes, as të drejt, as të dark. Ule zërin avash, avash. Jo avash me mua. Si jo avash me ty? Jo avash. Që do me thonë kjo? Ose me shumë, hajde rikryem. Pa Unë tjetër. Klea ti Justini. Si për herë. Okej. Më punë, Justin, more vesh nuk kemi më punë bashkë. As Po, po, sot, shosh. as nesër, as dje, as Se në na shtator, gjoj. as nëntor, as në drek, Po, as në avash, shnatë. më shpirë. Kush avash, më thuj mua avash, më? Mos më Po thuj mua avash, mor. Mos më thuj mua. Avash. Po ti për mu e frima ime dhe unë jam për ty frima jodhëm. A do të ndajemi? A do të ndajemi? Ndajemi, bro. Okej, bëjmë dhe këtë. Normal. Unë prap Klea ti Justini. Thash të do isha shënsori këtë herë. Ku po shkon, o Klea? O Klea! Ku po shkon? O Klea! O Klea, do ndajmi! A do ndajmi? Do Hemi? Bravo të qoftë. Hudhëm plena. Këtë dini me bo, sa shumë mirë dini me ta boni ju fermat këtë lojgjoj, nuk e keni ide. Ama, ose ma, këtë Justini nuk e di qa, a eksiston ripi për Justinin? Lidelisht i kanë ra gjinksat këtu, gati qa nuk përshohin në këtë pikë këtu. Atë nuk do e rikryoj, fatkeqësisht. Nuk do e bëj. Po Justin kishte fjetur në Vildje, e zonjë? Jemi ndarë. Po pse s'ka pas shtëpia i para ndarjes? Pse ka fjet këtu? Se nuk më bën sens. Pse ka fjetë tu, nuk na bën sens. Mëngjes. Po unë kam pa ty se ti e tip ndryshe edhe... Kështu je, ke ca komente. Kam pasur që je i gja, je ti... E gjesi atë.
Genti me Justinin me këta, zemra janë këtu, gati hajnë me njëri tjetrin. Su merret veç çapatat. Që të therë. Unë therë? Po seriozisht e kam. Je kështu. Është i çik seksi. Ja, Jo po shemi Jason. Jam i çik seksi për zotin. Sa krenari ishte që e thate ishte kë shokurim. Shoku im ngush, bravo, jam i çik seksi. Gente. me këto skema që boni, hika gjyra, hika pache. Ciao. Dukshëm nuk të kanë që i farë. Ua, se më se ka fare shef. Është të sjellë shumë. Mos nga thënë herë seksi. Në më në shpesë, si e seksi sa unë. Unë atë. More veç mi. Binin ato nga gjithë çoni. Ua, sa i na qie jemi, jam më seksi se ju, ta dini. Ma po ku je, goc? Kam 10 orë t'i bi telefonit. Pse më shusha, unë po përgatiste për një vjetorin. Po sigur po bën fjalim për Kombet e Bashkuara me të falë zoti. Po, Kostian, të përgatitesh diçka të shkurtër është shumë e vështirë nga sa mendon ti. Shumë e vërtetë, Ema, Imagjino. shumë e vërtetë. O zemra, e di që të shkrush 2 llafe, disa e vështirë është o Kostian, ti nuk e di fare se qa peshe ka kjo lloj gjëje. Kështu që mos më tregon mu punë. Imagjino të përgatisi diçka të gjatë. Po merre me këtë të një vjetorit, se të bëj një prezantim të intervista, do flas, po. Për një vjetorin e Andales. Do ta provojmë? Do ma dëgjosh? Po. Okej. Një vjetori është diçka shumë e rëndësishme për mua. Po që? 7 orë, i kam bërë telefonin Kostianit me shkruajt. Një vjetori është diçka e rëndësishme, është kur Anda le bën 1 vit. Unë e dua shumë familjen time dhe i falenderoj gjithë. Pëlqen? Jo, se shkruajt e 3 fjali, ajo 1 fjali ka shkruajt. Dhe do shumë, një gjë ka që shkurtër, do shumë o Kostian, kështu që të lutem. O e ma shpirt. Më mek faktin që e lexon, një vjetor është e rëndësishëm për mua dhe e mbyll fletën. Kaq kam shkruajt, si duket. A është gjë? Për zotin, nëse ka një njeri në këtë vilë që është rimishëruar më shumë se sa unë, është Benard. Sa jetë pas ke pas, më burbe. Unë të paktën kur erdha vetëm te WTF. T'i japim llogari Artemisës. T'i japim ta shkruajmë në fletorin zyrtare të Andales. Foli zëdhënsja për shtyp, avokat jam Jo vetëm, kam vetëm. Tu ka e qik drejt Artemisa se... Shumë, të Tani drejtë. e kemi konsumuar, kemi thënë shumë herë që Blerta me vërtet e mbron Benardin, e mbron çdo lloj situate, nuk e lë të flasë. Blerta është si ato mama të zemra, e ke parasysh kur ke çunin të talentuar çka ke shkolla, thuj merri çike djalin tim se di me kënu kë, merri. Rri ashtu më të keqen mami, rri ashtu. Asa i bukur je. Më shumë. Më duket sigur mamat që kanë çunin të patalentuar i thënë, na 20.000 lekë bëjmë me kënu. Bëjmë me kënu. Mësoja. Unë me njerëzit që punoj, nuk kom qef t'i vras, kom qef të bashkëpunoj, po nëse është Bravo Justin. Faleminderit. As unë s'kam qef të më vrasin punë. Bravo zemra minimumi për zotin. Unë me njerëzit që punoj nuk kam qef t'i vras, ta dini shumë mirë. Kam qef bashkëpunoj. Faleminderit. Po nuk punuat me Justin, kujdes. E di ti që kam qenë baletun? Balet? Ore ti e për volejboliste, basketboliste. Zemra, më shumë baletun e di që i bëja sparkatës. E di si është shtria unë pasionin, o Genti. E në qa stil është bëjonë, si kërcej unë a shpirt. Kam qenë balet o Gent, po shifna pastaj. Nëse kishte skena e fundit e La Villa Dramas dhe këtë episod ne kemi gocin. Ne jemi gocat. Unë jam Ne goca. simi goca, të s'ka gjë. Simi goca, aso në sti, okej, jemi dy çuna këtu, bëjmë shumë si bombat. Nëse. Për qa më falë, ti gjajmë. Pa e ti gjëmi e. Është fiksa ajo dita e vitit që me zi e presim, lajmërojmë gjithë Miletin, duam që gjithë Instagramit ta di. Po flasim për vdekjen e ishit tim. Po ditën e, jo, se është pa manuali ajo shpirt, është është goci. ditë. E pra, mos e ngatro. Ditëlindja. Ditëlindja thot, është ditëlindja më shpirt. Kjo episodi është për ditëlindjet dhe për udhtimin e tyre në Kavaj. Që Udhtimi. Udhtimi. Ema që ty utorin, po nejse e shohim. Do dalë në video dhe nuk isha në gjendje. Edhe hap derën për të dalë dhe shoh dy shoqet e mia të tjerë që ishin gjithë, ishin gjysmëore që më prisin me derën. Se dini që nuk kam një derën poshtë për në orën 12 fikse, më prisin të shkallë. Dhe unë i shoh kështu dhe i ka. Po ta vini re, fytyra Kleas nuk ka idenë fare çfarë po thot Kesiana, është duke hangër mishin e dhëmbëve kështu Marina. Po ikën buza. Sakti Anis, po jep dum fare çfarë po thot. Klea çfarë po shplante gojën, tani po kërkon atë personin që ka ngel nga dreka punës tonë për të mballë, është po fol Kesiana fol. Jepi. Ai di ka qarë për ditëlindjen time. Malsor. Që ju shihni ka qarë. Emocional. Ka qarë. Jam shumë e faqe të kam jetën time.
Klia, po pse qau Aldimi? Jam shumë e fa që kam jetën time. Po, ikmi! E ka seriosisht Aldi me këtë, ka fat ty që të kam jetë tënde kësja, po ikmi mu i hitë sysh me këto. Pengët e mia, deri më sot. Është nuk e kam festuar asnjëherë ditëlirën mamit. Pse? Nuk e di, nga që ne gjithmonë flasim për veten, shqetësohemi për veten, edhe harrojmë që edhe kjo është eksperienca e parë e tyre në këtë botë. Edhe po jetojnë tani. Po. It's their first time living too. Që unë sa lexoj shprehje e përdor këtu të emisionit. Dhe po jeton tani, ata një herë jetojnë, ne kemi 2 herë për të jetuar. Po, ne nga 2 herë. Ata një herë jetojnë shkretat. Unë isha me tort, ika aty deri shumë morim, edhe si çohen mama që ti doli do të thënë i pashë. Ora pse më ndjek? Pse më ndjek? Ku duhet shkoj? Te pishina, jashtë. O zoti madh, a mund ta di pse po më vjen nga mbrapa? Okej, do e them. Kjo skenë është një fillim i një videoje plus 18. Pse po më ndjek? Pse po më ndjek? Pse? Nëse po pyesni veten pse nuk e keni parë këtë pjesën, kjo është pjesa që zakonisht kalohet, është nga fillimi. Zakonisht i bëni skip kësaj pjesës. Kemi qenë njëherë te ky sheshim se di fare ku përket. Shiko, mendoj që ose është në Ersek? Erseka menshën. U përmend Erseka. Pse nga Erseka ti? Po unë nga Erseka. Pse bie ti është? Ersek, apo Ersek? Ore, unë mbaj mend për herë në 9 vjeçare kur merrnin vesh që isha nga Erseka. Unë sa shumë pavësisht, thonë çaj ti, Erseka. Si përfundim çaje? Ora unë u lodha një ditë, edhe këtë babi, o ba, çaja mund, çfarë më thon këta? Edhe babi që thjesht më thot, quhet kolonjare. Okej, kolonjare, e mësu. Kush është vendi më i famshëm këtu te qendra? Shatërbani. Po, çfarë flisni ju? Çfarë gjuhë keni? O e ma o shpia. Kava ishte, çfarë quhet ai gjua? Qa keni në shprehje kështu anglisht, më thënë, what do you guys talk about? Like, o e ma ke shku nga Tirana, më ka vaj o shpirt. Gjuhën tënde flasin. S'ka vaj ima ka hyr aty i kanë thirr pasaportën. I është duk si dogana, çfarë quhet flisni ju? Isiana B, Paris. Ke fituar një lavatrice me Bluetooth! Me s'je ka pritur këtë ditë, faleminderit andale. Kur që është lavatriça me Bluetooth, për çfarë lidhet? Me Bluetooth lidhet o e ma. Lavatrice me Bluetooth. O dhe të nxjerrë dhe ty aty, nuk ekziston. Fare? Lavatriça me Bluetooth. Fare? Më fal që po ta them këtë, nuk mund t'i lash rrobat nga 3 më lart. Më fal. Okej, mirë. Do jem dhe unë si jem atë që se nuk e dija. Kënda. Nuk e shoh dot ndaloje ta shpëtosh. Ndalova shpëtova. O e ma ti o shpirt ti e më loti. Ti e më loti nga gjithë. Unë e kam marrë të vetëm për ty se ti je super lot. Ema ta bëri shokën. Po deri kryem, deri kryem. Pa. Deri kryem, okej. Unë do bëjem se vetëm unë i thytër. Unë do bëj karrocën. Okej. Every night in my Cristo, Luis sono Cristo. Every Po. Kjo Në është. këtë vend, populli i qytetit dhe i fshatarëve të Kavajës bëri demonstratën antifashiste të 22 22 është muaji imi preferuar, dita ime preferuar. Bëri kom ato antifashiste në 22 pi, qa pi ema? Qa pi? Me që e kopton nuk e zjatë fare. Kjo është për ju. Po, faleminderit për ne. Po. Okej. Mirë. Ja të mendojmë dhe porosisim. Kamarieri, është fatura tavollinës tjetër, idiotët, paguni ju. A ka mundësi ta paguni ju lutëm, kjo të mendojmë, një sekundë sa ta mendojmë. Ua, Melisa tha një vend që s'rri dot, është banja. Po pra. Okej. Se unë e kam këmbën e vrarë, nuk të ndihmoj do. O të rënë të plasja, shiku e ka vën moj. O zota, Elida, tu e hap, tu dal kafe. Atë letër me ka ngatru klientët me nëj letër banjeje. Qas kam shiha të ranë të plasja me Melis ku e ke lëng të letrën. O pëse që ka e qullët dhe me kasë? Melisa është në i sfit me lagin, në i gjithë spektakloj.
Crystal! Unë des për emën këtu Ema, nuk e kam me një fare, pas ta shef kamer. A duke më bukur? Ja mirë. Do ta bëjmë me 0 lek, por me lek. Kecat beba. Po goci. Nuk do bëjmë më me 0 lek, por me lek, siç na ka hije. Urime. E kemi rrit nivelin. Tani ju do pyesni vetëm pse po del pse ka të fytyra misit tu thjesht më duhet një pauzë për të kaluar tek gjëra tjetër. Aman viqe, pse po më sheh shpirtin. Te ky episod ne vum re dhe disa gjëra, se normal limi çik kështu si investiguesa. Po i vum re. Mos e shif. Ne vum re që gjatë episodit kisha shumë përsëritje të planeve të mbulimit, domethënë që nuk bënin sens me bisedën, e kuptoj? Aj, vaj, vjen Ema Adila një të gjë, e vendos gjithmonë në airplane mode se karta ty ishme tort në dorë, dhe nuk e përqa fare. Al poshtë. Me kem që është përsërit Kristalli 3 herë një ti plan. Pastaj. Ishe ti, po prap? Ja, vetëm të rova shumë. Realisht është pak e çuditshme, ka qenë për 18 vjetor dhe para 2 vitesh të tjerë. Prit aty, moje të sa shoqe. Pre biletat për Milan. Vazhdon përsëritet plani i mbulimit 1 milion herë. Për këtë sinqerisht nuk ka faj fare autoria, se me vërtet gocat e gocët 2 emocione kanë. O duken si bukra ose që ishin 2 sekonda. Ai qisha me ikën, marrum tash. Kështu nuk ka dhe aq faj. Absolutisht, a mund na ndihmosh ta rikrijojmë Po hajde rikrijojmë, të lutem Regjia. 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 Folti për ditëlindjen. Okej. Po thea për ditëlindjen time ka qenë shumë kështu, domethënë mënyra se si u ndërlidh këtë ditëlindja ime me faktin që ti domethënë po bëj një plan mbulimi tani që s'ka pikë lidhje. Dhe po thea kështu e Jule, edhe zakonisht kur ndodh për shembull tani më kap më, okej. Vazhdo folti. Edhe unë në fakt nuk e festoj kur ditëlindjet, se kam ngelur shumë e traumatizuar nga ditëlindjet, në fakt nuk dua të mbush fare vjeç, dua që vjeçët të më mbushin mua. Edhe ai pastrove misha e dhëmbëve? Okej, marrë. Me që në këtë episod të gocit Ema la kokrën e namit, ne zgjodhëm të top 5, që kësaj radhe top 5 gafat e Emës. Edhe pse në të vërtetë ishin 100, po ja që top 5 e kemi dhe vetëm 5 mund të Po morën top 5 më ikonike, më kështu. Në vendin e 5 është qa gjuhë e flisni ju? Qa flisni ju? Qa gjuhë keni? Ishte në këtë episod, po, o Ema nuk mundëm si ke pyta por nesh. Sigur janë Alina ta të shkëtë qa flisni ju? Më kuptoni tani? Në vendin e 4 të kemi, kur po i bënde prengun e Krisianës, i referoj për herë, po më mos qaj për një macë obeze. Ajde pra merë macën, merë robat se ta është macën. Ajo macë e obeze. Maca obeze. Puki, what the fuck? What the fuck did I do? Puki të njës palestrën tani nga i nati ime. Në vendin e 3, unë ngrefshin gjithë. Mashkull bie. Jemi meshkull ngrihen. Po mirë, unë ngrefshin gjithë një mishet, po problemi është se s'janë gjë. Po pa ju ngref. Ju ngref gjithë tha Ema. Në vendin e 2, burri pulës. Burri tezës pulës. Kush i ka rrit? I ka rrit burri tezës. I kuj teza? Tezës teme. Rime. Bravo, është burri tezës pulës. Jo, burri tezës. Dhe në vend të parë absolutisht, më thënë ka thënë shumë gjëra Ema, po rrëzimi. Rrëzimi. Nuk jam merr dot asgjë aty rrëzimi. Pse i ndodhi për Emës, nuk e kuptoj fare për zotin. Nëse Ema të tuam shumë, jeri realisht njeriu më fanit e gocit, dhe unë këto e them këtu. Po, dhe lekët na i hidh pastaj, do them unë. Dhe nëse me rastin e një vjetorit, e bëm ti bërë një vjetor se unë akoma si kam ba, nga unë dhe Juli, për një vit tjetër sa me sukses, shumë mua! Puci!